Mbledhja e parë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për sesionin e dytë të legjislaturës se nisi me akuza të forta nga Sali Berisha ndaj qeverisë. Ai kritikoi mosshpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore pas zjarreve që përfshin vendin vitin e kaluar dhe përmbytjeve të ditëve të para të vitit 2026. Shqipëria u doq sa asnjëherë tjetër dhe për të gjitha këto fajet i pas kanë qytetarët. Njëri primitiv që s'man përgjithësi, nuk është primitiv, është hajdut i të mërshëm. Morali i kalbu i kësaj qeverie. Shqiptarët panë se si këta gobsek vazhdonin ahengjet, udhëtimet. Berisha premtoi se nëse demokratët do të kthehen në pushtet, firma e parë që do të vendosë kryeministri do të jetë ajo i dëmshpërblimit për çdo familje dhe biznes të prekur nga këto fatkeqësi. Vjedhja korrupsioni i institucioneve të narkoqeverisë. Se zërin ton do ta përdorim fuqishëm dhe se në çdo kohë kjo parti në pushtet do t'i dëmshpërblej ata për çdo qindar që kanë humbur në këto përmbytje, sepse atyre nuk ka, ajo është një emergjencë, u takojnë plotësisht. Ai vijoi akuzat duke sulmuar kryeministrin Rama për grush shtetin ndaj drejtësisë në lidhje me dosjet e Ballukut dhe të Akshit. Nuk e dorëzon. Ai e din, ai ka nisur betejën me kushtetutën, qindra milion euro. Pra, është qark, është rreth të kuq, se ai po të mos ishte vetë personalisht, as për lindën, as stërlindën, as lubin, as stërlubin, nuk i bën të normal. Do ishte i gatshëm dhe për skena macbethiane që të shpëtonte vetën e tij, po nuk shpëton dot. Të bëhet përgjegjës para ligjit, të shkoj ku të doj, në qiellën tokë, vrim miu nuk do të gjej. Sipas Berishës, të gjitha aferat e qeverisë janë kushtrim për të larguar sa më parë nga pushteti Edi Ramën. Janë vetë me Katar, por jo në shkallën e këtyre, jo në këtë shkallë. Nuk ka ndodhur kur. Ai po përpiqet me gjitha mënyrat.